kryen një rrugë e 2 punë. Me gjuajtje në poligon, shumë persona dyshohet se siguruan edhe lejen për armbajtje lehtësisht, madje duke mos ju nënshtruar as procedurave ligjore. Krejt kjo dyshohet se u mundsua nga 2 zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Besim Haziri dhe Sanie Behrami, që besohet se lëshuan certifikata pa leje. Të njëjtit nën këto akuza u arrestuan paraditën e së hënës gjatë një aksioni të gjerë policor, fillimisht në MPB. Nën pranga ran edhe Faton e Mehmet Gërbeshi, që dyshohet se bashkëpunuan në këtë proces duke pranuar rishfet në një kompani qitjeje në kryeqytet. Megjithatë, këta të fundit i thanë televizionit se nuk kanë gisht në këtë rast, ndonse prokuroria themelore e Prishtinës e konfirmon një gjë të tillë. Nga poligoni në Çagllavicë mohuan të ketë ndodhur ndonjë aksion policor, derisa thanë se as në pikat e tjera të kompanisë nuk ka pasur ndonjë pastisje. Por pas dite ky biznes më vonë ndërroi fjalët, duke pranuar se policia ju hyri në objekt për vizitë për punonjësit e dyshuar, e jo për aktivitetin e tyre. Një lloj distancimi prej zyrtarëve të tyre e bëri edhe MPB-ja, që tha se e përkrah këtë aksion. Ministria e Punëve të Brendshme thekson se nuk do të tolerojë asnjë formë të keqpërdorimit të detyrës zyrtare apo përfshirjes në aktivitete të palegjshme nga cilido zyrtar i saj. Të dyshuarit tashmë janë ndaluar për 48 orë, derisa prokuroria në dorë ka edhe disa dëshmi. Gjatë ekzekutimit të urdhër kontrollit janë sekuestruar edhe disa dokumentacione të tjera, të cilat do të shërbejnë si provë për zhvillimin e procedurës hetimore. Sipas autoriteteve të sigurisë, gjatë kontrollit janë sekuestruar 7 telefona celular, dosje dhe dokumente. Aksioni është zhvilluar në 4 lokacione, përfshirë 2 shtëpi e banesa private.